Qytetarët e Republikës e Kosovës, bashkëvendasët e mi, dhe në cakt të dashur, nëse ju pajtohni me qëtu që ka po du me i nëmru une, atëherë une pajtohëm që bondat ta kopin edhe së kërë Halilin. A pajtohni ju që vojza sa me lushtokut, analfabete, futët shkolla atje, edhe t'naj maltreton dhe t'naj shantazhon e t'naj kërcënën profesorët e ndershëm tonë. A pajtohni ju që gruja Fadil Nurës e Gargulleshës, dhaja lushtoke, e beja fejz lushtokit, cili ka bashkëpunu me Serbi, t'futët nga për shkolla dhe t'naj maltreton profesorët tonë duke profesorin me master duke tentu ta shantazhon, ta manipulon apo profesoreshën, apo mësimdhënësin. Të gjitha qorqet, të gjitha institucionet janë e dorën e tyre. Gjatë intervistat mia me institucionet e Republikës Kosovës, institucionet kërkojnë mos veprim nga una ime dhe përmbajtje. Okej, gjithçka është në rregull, po unë kërkoj nga qytetarët e Republikës Kosovës, nga institucionet, a mund të përmbohem kur terroristi Ibrahim Lushtoku, i Berit Xharit, një Langares, një Hajn, një Rogaç, ta thirë një çlirimtar, njësi speciale të QK-s, një ushtar të QK-s, edhe tenton ta shantazhon e ta largon pse fotografuhesh me Sokol Halilin. Tenton ta largon nga iniciativa. Pro, çdo krim që bëhet, janë 100 krime. Institucionet do të arrestojnë këtë kriminal sa herët, i cili ka kry vepër terroriste, me veprën terroriste kundër avokatit Jasmin Halilaj, me vepra kriminale duke shantazhu, duke kërcënu qytetarët, duke kërcënu shënjtarët. Ai Gojqi, ju pidini për kanë kam fjallën, u këshin Lushtoke, ai shkumoni. Ai nuk pa ka budget për veç me avlidh, 2 lidh se janë ka 1 euro gjys na për markete, me avlidh rrymen 80% lushtakëve tjerë, por për ju thët qytetarëve dhe bashkëvendasëve lagjën Lushtoki se nuk ka budget, veç me lidh kablën, nuk ka budget. Qëre Gojqi sa ka tel është, kojshive të vetë nuk ja vlidh rrymen, e vetë me shku me akqyri institucionet plët garaj dhe ati ka qizme si ka vjedhën kështë këq. Ku institucionet apo qytetarët dhojnë ndihma për qytetarë, a i vjedhë i qënë plët garaj dhe ati qizme i ka. Askush nuk duhet dyshon se une mund t'jam kundër institucionit. Unë jam pro popullim, pro institucionet, kundër kriminalve. Jemi me një fazë ku ose kriminali ose unë. Prandaj, këtë pjesën time të sigurisë, ju garantoj se unë i kam paktën ja 30, ku çdo sekund janë gjendje ta pastrojnë çdo mbetorin, çdo parazit. Këta se kanë asnjë. Mercenari e ka vëllë ek, mercenari nuk lifton. Ky ka mercenari, ka hojna, për ata i ka hos, shorën baski. Kurse, qytetar duhet ta dinë, se pa morë parasysh pasurisë që posedoj, pa morë parasysh familjes, as gjo nuk llogariti ma shumë se popullin tem, lavdeshëm Drenicës, për cilin jam i gatshëm. Kam qenë i gatshëm, natë 8, natë 9, jam i gatshëm në çdo sekond, ku prekazit heroik, unë i për ullem. Në prekazin heroik, unë për herë të parë, ursat e parë 1500 metërsh, kundër qetnikëve serb dhe shtetit gjenocidal, kanë ardhur nga unë. Prandaj, mos ta merr askush fjalimin tem, atakimin tem, si material personal, apo si diçka tjetër, se nuk ka birë në une, që e ka bu në una, që e blenë Sokol Halilin, apo e shantazhon. Une jam me pjesën tërmundse
99.9% drenicakve. Une nuk I përkas 4-5 kriminelve këtu në Skënderaj. Kjo është aja për cilën une jam shumë I angazhuar, po duke u tu argjoj ku e bisedoj edhe me juve. Se koha e tyne është në përfundim, është në mbarim. Nuk do të lunë rol mo, as shantazhi, as kërcenimi, nuk do të ketë mo çlirimtar të mirë e çlirimtar të keq. Une institucionet cilat po brengosen dhe e mbrojnë Sokol Halilin nga ajri, por kanë propozu edhe nga toka, une nuk jam me hona. Me shku me kullot të Sami Lushtokit, të Fadil Nura, 8 vjet, tani me dal me kojt, jom ka rej. Qëre apshe, msheli gujnë, se I ka vonë diçka. Kapi ka vonë diçka, msheli gujnë. S'po nijen mon. Qytetarët, duhet ta din, se çdo veprim që baj për interesat e qytetarëve e jo për interesat e mi. Kur ti je I lidhur me qytetarin, ti je I fort. Nuk ka gjonë si të pushton. E koha do të tregon se unë jam duke u përgatit fort. Deri tash jam përgatit fizikisht edhe të mbrohna. Deri tash kam pas, ju do të rini shlirë, se mbi 30 vet janë 24 orë në përcjellit Sokol Halilit. Të gjithë janë të gatshëm. Kur thamën jam I gatshëm, Sami Lushtoki e disi as mbirë të minit nuk e lëm. Po misulmun e kërkan heq. Heq. Qka e ko, qka ka vjell, qka ka dhunu, qka ka ra, qka ka shantazru, qka ka plagus. Ka mu përgjigj. Se nuk muj dhe bete o të bashve. Krimineli, Agimi Drizi, milici, I cili është komandant, dhe I urnën Sami Lushtokit, ku djali ti është një pedofil, ka dhunu minër, ky ka bashkan gjitë krimit djalit vetë, duke mshef djalin e vetë. Dhe alkoholiku, fatën kajtozi, hetusi, mashtrusi, nuk mujnë, edhe Kudra Likovçit, Zeneli, nuk mujnë me shantazhu popën e Drenicës, apo me shku me shly video kamera të askujt. Prandaj, veprimet e mia do t'i kuptoni si legjitim, si vetë mbrojtje, si mbrojtje qytetarëve. Sepse këta nëse vazhdojmë na t'i lëmë edhe gatë, këta kanë mjanismë orë me na rrejë dhe na përshpia. Por, ne do t'ju shkojmë këtyne t'jam nëmrojmë ju veç hajnit e krimet, e terroret, por edhe lukë soj kanë krujshe, se ata edhe lukë ta I kanë bjellë. Edhe atë kafshot bukës kër e qëjt atë e goja, e kanë haram, e kanë të vjellëne. Prandaj, ju do të më mu, që nuk ka gudimtar tjetër që hen ato dhe jarros kacin krimeve tyne. Leni ju, po mbje kesh me përmend do mbjem në tjerë, po janë përzi, janë fshin, I kanë vjedh bashk, I kanë bo krimet bashk, jo ky aj, s'ka gudimtar në Skënderaj, që del edhe I thët, Sami Lushtokit je kriminel, je hajnë, s'ke lo gjo pa bo. S'ka gudimtar që është I gatshëm, me një ekonomi cilën e kam unë, por ju do ta dini se kam qenë në stacionin e trenit të punu në Zvicër, në atë 8-ën, në Tevnaldyk, ku në Kublon, ku kam pas një pogë shumë mirë. Në atë ku e kam pas 12.000 mark I marsha rrugë, edhe kam lënë krejt. E jem orë, se kam llogarit as pasunin, as vetën, as kur gjonfin. Jem orë dhe ja kam sjell për kozit heroik, usat e por 1500 metrësh. Prandaj, ju nuk do të dyshoni se shitët, këta që kanë pos kanë I pel, këta që s'kanë pos kur gjatë gjallë, këta janë ata që shiten, edhe këta janë ata cilë pjapin gjokin t'i popli, imaginane kanë fut hasmeri, zgudzojnë bretërën I cakt, veç që shtët kë. Gjithë shkofin e ka kop, qiken shkull, djallin ato, ren ato. Imaginane 80 rroga dhohën nga bugjeti Skënderajt, nuk shka kërkush në punë.
krimet cilat janë bo këtu në Skënderaj janë makabër. A ka gjo ma tërp? Veç një me nane. Hajde, unë e pas në gabim. Ka punu Faik Sylla i Ticës 6 vjet pa pagesë në kuvendin komunal Katastër. Të e rejt këta, hajtë të alëshojnë a vendimi nestra, hajtë të alëshojnë a mas nestri, 6 vjet pa pagesë, e rogën ja kanë dhotë qika veta, gravet veta. Qëre kush janë këta? Këto krimet cilat janë bonë komunën e Skënderajt, një mëmni, jo edhe zoti, një mëmni ti këthejmë, një mëmni ti ndeshkojmë, tja, ka shumë tash në afru profesori, në afru doktore, në afru iniciativa për rritet për çdo ditë. Une, deri që jam shpaljosi krimet një ka një, jam unë e përballë. Në momentin që futum në investim në ekonomi, atëherë do t'i qes profesionist, jurist, ekonomist, profesor, doktor, ata do të më heqin mu, jo në ata. Une do të këshillohen dhe do të marrë urna dhe këshilla nga njerëz të meqëm, por unë i në nënshkruj, i që kam problem. Unë i marrë përgjithësit. E ata mi trasojnë rrugë, mi trasojnë krimet e tyne që ti qojna në përgjikota. Askush nuk e ka njetë me liftu me ta, rrish lirë, se këta s'gudzojnë me liftu me mu. Mi adhon krejt dy janë. Këta mi jam mësysë këll Halilit, onër mi po këta tremen. Se këta din cungin tem, temelin tem, edhe mu personalisht. Por po m'vje keq, se si jenë të orët tonë, imaginon e bre, qytetarë të Republikës Kosovës, po a ka bre gjon ma tërp, ushtari njësi speciale, ushtari o QK-s, mos mi a regjistru qiken 14 vjeqare, në Skënderaj. Qëre qfar krimineli o kë? Qëre qfar drejtërsh krimineli ko kë, ku të gjithë janë dënu. Të gjithë drejtërët e tina, a i ko vllaznit grave, a i ko dhanur, a i ko meq, të gjithë drejtërët janë familjarë tina. Mu qu, mos mi a regjistru një vojs, ushtarit të QK-s, një fmi 14 vjet, shumë e mirë në shkollë, shumë e sukseshme, këto e ban veç bonda terroriste, kriminele e sa milështorit. Prandaj, dhimbët e mia për popullin tem janë thella. Jo për mu, personalisht. Se unë kam mundësi edhe shkollën amerikane mi qua atje. Mu së në më penga kë. Po, dhimbët e mia janë thella kur e shoh popullin tem në këtë fazë, në këtë njën, vitin 2026, sheklin 21, tu ja injoru thmin e një shlirimtari sa me lushtaki. Tu mësja regjistru në shkollë. Qëre shka në gjendje me bok këtë. Një mam një ju profesor të ndërum, ju doktor të ndërum, ju familjet ndershme. Një mam një se krejt 4-5 veti kem kriminell në Skënderaj. Bom bash, mu e kini let, kur dëne e kini let më njargu. Neve na do të quhëm protesta, masive. Unë e pri protestës, edhe ta jekun nga ato. Kem votën e lirë, jo 20%, edhe të i shantazhue, të i kërcenue, të i bleme me teknik barë të atë podëm, e me thost millit, por ta kem qytetarin i cili vendos për të armën e vetë. 20 milion budget, banë e men, kriminell, terrorist, për në shfrytëzojnë budgetin e Republikës Kosovës. Nuk ka më musari para s'kujda. Derisa unë jam i gatshëm, flijohna për venin tem, një mamna pak, veç pak një mamna. Me votën e lirë, me vullnetin e ju, nuk kini nevoj mi dalë për po. Nuk kini nevoj mi jutut. Lemni mu me ta, mu lemni me ta. Edhe këta të reshtë, si kum qitë për rrët. E dina i për kanë e kam fjallën. Prandaj, lemni mu këta jo. Një mamna jo njerës të e zgjut, ku Drenica nuk ka, po mbje kesh mi thoveq, nuk ka komun, që i ka njerës ma të gudzimshëm, e ma përparimtar, e ma të zgjut, se Drenicak, se ti ki dije sa du, se s'ki gudzim sa në zynë. Por e ki dijen edhe gudzimin, aja bom bërthamore. Prandaj,
një mamna, për hirë të fëmijëve t'ju, për hirë të familjeve t'ju, të bashkohëm, ta prekum njëri tjetrin, ta duam njëri tjetrin. Une nuk veproj pa juve. Une kam nevoj për jurist, për ekonomist, kam nevoj për njerëz, për profesor, për doktor, kam nevoj për njerëz gjutë, cilë i përgjigjen venit ton, masovikisht për të mirën e qytetarëve. Që gjitha këto prona kriminele këtu në Skënderaj, t'i kthehen popullit. Nuk ka të bite o të bashkëve me udhëhecë Skënderaj. Skënderaj do t'jetë dorën e familjet ndershme. Kena pas në familjet ndershme, këtu po ushitën. Për fatkeq ushitën. Edhe i kanë marrë da prona këtu, ku ata i amniston edhe Zoti, edhe ligji, edhe unë, edhe ju i amnistoni ata. Por mos na shiten neve ata, as Hoxhallar, as Evla, se i njohëm na. Opinioni i mbrëmshëm i Skënderajt preket se nuk ka fshat si s'është i lidhur këtu në Skënderaj. Familje me familje.